Po dhe qenove, bëndo ti të regjistrohesh atje ti. 500 e shapi atje. Ti japin edhe 500 bonus, po duhet të ndjekër sinjalin, të bësh shatë tota i zotëria. E bëndo ti? Se duhet të kesh kohë aty për dita, duhet të jesh aktiv. Apo s'merr vesh fare. Ikëm të 5-7 më mirë të ty. Po fitova, them fitova. Po humba, unë them humba. Këtë ta kemi të sigurt. Unë po fitova, them fitova quna. Po humba, unë do të them kështu. Ja, adresa, kemi humbur. Ose ja, adresa, kemi fituar. Këtë di unë, jo nuk loza di unë. Unë loza parmbrem, dje bëra pushim. Unë loza parmbrem, kam qenë 3 ditë, besoj se mjaftueshëm, nuk ka pse të jem pjesë më e lojrave të fatit. Pash ditën e parë, loza ditën e dytë, ja futa vrapi ditën e tretë, loza vetëm ditën e dytë, fitova $1.800. Por, u a them prap, ishte tafti bafti, ore. Që ta dini ju të paktën që më kuptoni mua dhe më dëgjoni mua dhe keni besim tek unë. Pra ishte tafti bafti. Nuk është, jo, lek falas nuk t'jep njeri aty. Këtë ta keni të sigurt ju. Nuk të jep njeri lek falas, nuk ka lek falas aty. Aty s'ka lek për të gjithë. Aty do lënë ca që të fitojnë ca. Që ta kuptoni. Po, ajo që lozëm ne ishte e kuqe e zezë. Ty të lejnë me fitu, thot. Jo, vlla, po nuk më lënë do të mua të fitoj, ore. Që ta kuptoni ju. Se unë po fitova, do fitoj nga lekët e marketit, nuk fitoj nga lekët e personit, ore. Lekët i paguan marketi madh. E kuptono, nuk është se të paguan personi aty. Aty është gjithë bota. E kupton? Aty është gjithë bota. Ideja është që ku pas kanë qenë problemet, si pas Aleksit, që njerëzit lozin vetë. Pra, e jep sinjali zotëria të dhe njerë, po, e ndjekin sinjalin këta. Pastaj qa bëjnë? Futen lozin vetë, e provojnë fatin e kuqe e zezë. Aty digjen, aty nuk ma përgjithësi zotëria se jetë djegur tjore. Një avion ngrihet dhe koeficienti fitores 32 sekondë, pastaj bie avioni. E ndoqëm 2 ditë dhe s'do rigje. Kjo është për të dëshiruar. Po, Aleksi tha duhet mujore. I bërët kumargjini, thot. Ore, mujore, po nuk e pyet atë unë. Mujore na 500 në ditë? Apo mujore fut 500 tera në fillime? Që tim pas ka shpëtuar mua. Se mujore 500 në ditë, apo mujore 1000 në ditë. I bjet lem leshnje. O, që kënaqëm. 500 në ditë. Për 30 ditë, 15.000. 1.000 në ditë. Për 30 ditë, 30.000. Ore që do tha gjej, unë thaj do tha gjej. Po pse po më mundon? Pa ta pjesim një shok, po më merë në telefon se ka... Ore, brother, po ku je o peshka qënë? Po qa po bënë dhe mi po pishke e mëndjes për kokë të plakët, Jemi live, o brother. Live drepe dhe stroni, së shëndete, piva, qarbo
bëni atë qivja ullët. Jini mirë, ore. Ore, ke këtu pa fund i nëzore numri, thot. I plasi kalamari babaljes. Plasi ka marri letër, zori profesori numër. Ate budavaj. Po miro, gjysmi nëzora, nuk e nëzora gjitho, mos kime ra, po bravo. Po ta gjithë, profesor. Po jo të gjitho, se po e panë gjithë, pastaj kot problemi. Duhet edhe një qik pa treguar, o vlla që ti mbaj kurioziteti. Qa bëni, si po kaloni? Ke të fala këtu na publika, ke 1200 veta që të qojnë zemra edhe... Gjithë shpërndani live-in të ashoni 400 i qini motrën, mos vërrini vërdava me këte këtë balidere për barbona për kokë të plakës. Shpërndani pilafin për kokë të plakës. Për kokë të plakës e vlla. Ta shti, babalje, Ore. po qa po bëhet o vlla, qa ke për të deklaruar për para publikut e njerëzve të cilët me zi presin të shikojnë dhe me zi presin të kthesh prap në live? La live quna nuk the mos e ka shtuar shumë njerëz negativa në fare live e gjuna budalliqe të një vetë ju. Dhe kemi lënë profesorin për momentin për live, të vërëmi dhe profesorin. Ta shumë të se dalloni njerëz vetë se mos janë arikarit, ka që të themën. Pra, ti po thua njerëzve që ti nuk kthesh më në live në TikTok. Unë nuk them më në live. Po do kthesh apo jo vlla, se njerëzit duan ta dinë. Po jo, më drama që do pëjme në live në burë. I përshëndes gjithë. Edhe ata që më duan, ata që, ti shi motrë, më duke profesor. Jo me të qiro, brother. Port. Ore tego, o Leongër. Bëni të fala për i mirë, thot, po ku lexojni ju e vlla ju kur komentoni gjithë. Komentoni një nga një ju, edhe i themi. E ka si në Shqipëri se doli të lajmet. Ja ta pyesim e vlla, ja ta pyesim. Vërio, tego që e nush. Sa vjeti ka ngell. Pse ore nuk e keni dëgjuar ore djema në për lajme qa flitet. Ore Jimmy, o baza. Dale tego, dale. Po na mori prap. Do të fus, po s'mori prap. Babalja ka marrë 35 vjet. Ka dalë edhe në lajme. Dhe pritet që të ekstradohet për Shqipëri. Po 500 muaj, po 500 ditë qa po thoni ju, o quna, po si s'kam pyetur Aleksin, me sa buxhet duhet të lozësh në një vit? Me sa buxhet duhet të lozësh një vit për të luajtur? Që të arrish lojën mujore. Ore, ndakord 500 regjistrimi. Ore, minimalisht për të fituar 2-3 euro në muaj. Sa lek duhet të luash në ditë? Ore, kush luan, o vlla, që ndjek vetëm sinjalet, a ka ndonjë? Rezikon. O gjada. 2.700 lekë. Ure kam seriosisht o. Do ta kesh për të folin $2.000. Me fjallë e nisme duhet kesh $2.000 gjendje. Me gjitha dhe që ka bërë, Po. Vetëm se me besim vetëm të një varë nga tithët. Mi ka lehë dhe se kuptove farë. Ore, që ta kuptoni ore, se po qa pyetje po bëju. Ore, unë dua të luaj një muaj. Dhe mbas një muaj aty duket rezultati. Sa duhet të kem buxhetun që të përballoj këtë muajin, se mund të nisi keq ky. E mund të fitojmë nga fundi muajit. Kështu që sa duhet të kem në totalun që t'i futem këtij muajit?
Ore, unë do los për fituar 2 deri në $3.000. Ka që duam, s'më duhem shumë mua. Mua më duhen $2-3.000. Nuk më duhet fitoj shumë. Aq më dalin mua. Pagoj makaronat, pagoj Red Bullat, pagoj edhe naftën e makinës. Bolli gamë, 1-2 në muaj fitim duam. Nuk duam shumë. Por jam ekonomiku, në ju e dini kështu ore. Unë jam ekonomikëre. Jam 1.2. Nuk harxoj unë. Se mos e dini ju, thoni ju, se ky harxon. Jo, çfarë thoni ju? Po socialin të paguan shtëpinë? Po, ma paguan sociali shtëpinë, nuk më duhen për shtëpinë. Ujë e drita po. Ujë e drita po, ujë e drita i paguaj vet. Ujë e drita i paguaj vet. Ujë e drita i paguaj vet. Ontarja. Po jo se ka dhe një misht atë, një misht nuk e di. Me kesh kjo zoti qelare, valla, se shikoj do të me 300 veta. Po taksën e komunës aty. Edhe rroba sociali, po sociali. Sociali. Uj drita, internetin e marri me wifi në komshia. Që e ke parazit TikToku. Po re vlla. Po, 24 orë bëj TikTok. Fle 2-3 orë gjumë, edhe pastaj çojmë edhe bëj TikTok. Fle edhe çojmë bëj TikTok. Këtë punë bëj olla, çfarë të bëj? Çfarë të bëj? I kemi bërë punë tani TikTokun, e kupton? Na i bëni hallallo, po i kemi bërë punë. E kemi bërë punë o çuna. Ju lut Zoti juve që na suportoni, që na ndihmoni se jemi piktalit. Edhe pikërisht në momentin që njerëzit e kanë lënë si punë TikTokun, unë gjeta rastin, përfitova nga situata dhe ju futa TikTokut fuqishëm ta kthej në punë. Mbasi të gjithë u larguan dhe TikToku nuk ka kush ta punoj, tani ju do punoj TikTok. Nuk ka asgjë të keqe. Punë me mika. E keni punë me mik TikTokun, do mos u duket, ore. Se mos e mendoni TikTokun ju se është një punë e vështirë ore. O e bëhet shumë kollaj. E para njerë e bën kudo që t'jesh. Po do duash bën TikTok e në banjo. Ndaç me kamerë hapur, ndaç me kamerë mbyllur, bën TikTok. Në kafe, në shtëpi, në kuzhinë, sallon, dhom gjumi, makinë, ore bën ku duash. Mjafton që ti të kesh vullnetin e mirë për të punuar në TikTok. Edhe këto sociali. La klevisi tani apo më bondot. Po varet do qa mendje ka sot djali për shembull, e kupton? Varet qa mendje ka, o vlla, se unë nuk e di mendjen e djalit. Djali me 200 veta ka falimentuar.